Jetojmë në një kohë ku informacioni është i pafund, por drejtimi mungon. Flitet për zhvillim, por rrallëherë tregohet se si ndërtohet ai. Flitet për teknologji, por pak flitet për sisteme që e prodhojnë atë. Mision lindi nga nevoja për ta parë realitetin nga afër, për ta dokumentuar atë dhe jo për ta komentuar atë nga distanca. Ne do të shkojmë aty ku zhvillimi ndodh realisht, në ekosisteme që prodhojnë dije, industri dhe inovacion, në vende ku të ritrajnohen për të ndërtuar të ardhmen dhe jo për ta pritur atë. Do të sillim pra jush eksperiencat më të mira që ne kemi parë nga afër. Modele që funksionojnë dhe që prodhojnë fuqi të brendshme, sepse një vend nuk forcohet nga varësitë, por nga kapacitetet që ndërton. Shqipëria ka talent, ka energji dhe ka potencial. Por potenciali kërkon vizion, një strukturë për t'u kthyer në një fuqi reale. Në këtë seri episodesh do të flasim për teknologjinë, inovacionin, arsimin, do të flasim për sigurinë, për sipërmarrjen, do të flasim për industrinë, jo për të krijuar iluzione, por për të treguar mundësi konkrete që të rinjtë tanë të kuptojnë se bota e zhvilluar nuk është e paarritshme, ajo është një model që mund të studiohet, të kuptohet dhe të ndërtohet. Mision është një rrugtim drejt fuqisë së brendshme. E ardhmja u përket atyre që e ëndërrojnë atë.